Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës. Shqiptarët, si dhe gjithë komunitetet e tjera këtu në Shtetet e Bashkuara, po përgatiten për zgjedhjet afatmesme, në të cilat për herë të parë këtu në Michigan kemi disa kandidat me origjinë shqiptare të cilët kandidojnë për pozicione të ndryshme. Krahas Robert Lulgjurar, për cilën kemi folur më parë, sot kemi një kandidat nga Partia Demokratike, të mirënjohurin biznesmenin John Goci. Johni po lufton për të zënë një vend në distriktin e 13. Ai është i mirënjohur në rrethet e Partisë Demokrate këtu në Michigan, është një ish refugjat i ardhur nga Kosova, tashmë biznesmen, antar i bordit të shkollës Wayne Westland, i cili e përshkruan veten e tij si një punëtor i mirëfillt dhe jo politikan klasik. John, mirë se erdhe. Mirë se u gjete, mas pari faleminderit për teje dhe Alb TV USA, Garnivila dhe gjithë stafi, se erdhen në këtë ditë bukur sot me na animu këtu për me dalë me publikun shqiptar me kallëzu historinë tonë. Ndjehemi mirë nëse shqiptar se ka disa përfaqësues nga komuniteti që në këto palë zgjedhje, sidomos këtu në Michigan, tentojnë të garojnë për vende të ndryshme, tashmë fillimisht në rangun e zgjedhjeve primary, siç quhen, në gusht, të zhvillohen me 4 gusht. Ndër këto zgjedhje ju kandidoni për distriktin e 13. Cilat qytete përfshihen në distriktin e 13? Distrikti i 13 është bukur i madh, përfshin gjysmën e Wayne County. Qyteti më i madh në distriktin tim është Detroiti, çdo san nër 800, plus e kap all the Grosse Points, Grosse Point Woods, Grosse Point Shores, Grosse Point Farms, Great Grosse Point aty përfshin Hamtramck, Lincoln Park, Wyandotte, Southgate, Ecorse, Melvindale, Taylor, Romulus, Allen Park, Lincoln Park, and Wayne. Që nga vërtet një distrikt distrikt shumë i madh. Më madh që përfshin edhe Detroitin brenda qytetit brenda. Krejt 90% Detroitin e përfshin, vetëm një pjesë afër Dearbornit nuk e përfshin. Atëre, në këtë distrikt, a ka përfaqësim, a ka banor shqiptar, me origjinë shqiptare? Ka pak atje në Grosse Point, ka disa atje në Taylor edhe në Southgate. Nuk ka shumë, sikur në zonë Trabertit. Në zonë Trabertit ka ma shumë shqiptar, po shumë rëndësishëm ata shqiptar se jenë në ato zonat Trabertit ose Temen, ose në Renushas, më regjistru mas pari me votu edhe me kuptu se votimi kryesor hapi parë është në Gush 4. Mos e fitoft Roberti në Gush 4 me reprezentu partinë e vetë, a i del pe i loje. Edhe unë e njëjtë, po unë jem ka kandidoj si write-in. Duhet me si write-in, nuk jem ballat. Kur shkojnë me votu, nuk do të shohin emnin tam, se a i Shri Tanadar, se jem ka koroj kundra tine, a i mi ka challenge signatures. Po tashmë është... Po, ku mi ka boj challenge, unë e dola mongi 140 signatura, si kom grumëllu vetë 700 signatura, i kom marrë do vullnetar momentin e fundit, se ja pat nis me rashi javën e mram, e ishte pak probleme i marrë signaturat. E mora një firmë për $5,000, për me mi mbledh 500 signatura, me pas si sigurim, si insurance, me siguru se dal në ballat. Përse duen 1,000 dush me pas për me qitë emnin në ballat. Ajo firma se mora, kishtin, do më thonë, kishtin marrë dikon me punu për ta, pa ai person kishte falsifiku emnin e tyre. Ku mi boni challenge mua i Shri Tanadar, konkurenci jam se ka pozitën tash, i thash aty në hej, këta jënë ka lypin letër njoftimin ati personit se ka cirkilu këto peticionet. Thanë, jo, si më ka mundën me gjetë, nuk o kanë hap telefonin, tash qështë so ka hap telefonin, kush e merë njerën punë pa një orë. Mi këthyn paret mrapan, ata e bon një krim, po une ja pava sherin e tyne, po nejse
merë shansa të ashti. Nuk kom me pas emnin aty, dy rrugë i ki. Del pe i loje, ose vazhdo rrugën ma të fortë, ma të zërë. E unë e vazhdova, thash se edhe në hupshan këtë ranë, unë do të vazhdoj write-in. Edhe November do të vazhdoj write-in. Edhe masë të maran zjedhja, masë se fitofsha November, unë do të shpalli zjedhjen për 2028 me njëherë, se për gjdo 2 vjetë jenë zjedhje. Okej, so, për t'ja shpeguar votusin, nëse ka shqiptar në të zonë, a kupton? Edhe atyre që do të mbështesin ty, emri jot nuk do jetë në flet votim, në ballot. Atëre, writing do të thotë që ata duhet ta shkruajnë emrin tënd? Po, është një circle aty mushin, edhe shkruajnë emrin tënd Gjan Goçi. Çikesh më challenge, më e vështirë. Kjo challenge, shumë, është sukur mi pa thonë dikuj para 50 vjetëve do të bëhet Kosova shtetin pavarur. Çaq challenge është, po do ka me marrë do kohë, po u bë edhe Kosova shtetin pavarur. Megjithatë, kjo challenge kërkon më shumë name recognition, si që thonë Amerikanët. Do më thënë që do që të njihesh nga elektorati. Si po organizon fushatën për të qenë i njohur? Është pyetje shumë e mirë. Tash ti gjinja nuk ta shohin emrin aty, ti dush me informu se ti je opsion për ata me ta shkruaj emrin aty. Aja do të kushton shumë kohë. Unë jem ka marrë do vullnetar, edhe kus muna me gjetë vullnetar, duhet me i ble. Duhet me marrë do punëtor, me dalë me tërkit në dera, do dalim në për komuna, do t'i zgjedhit do komunat vogla, mas pari se është 17 komuna gati në këtë zonë. Për randën e parë për gusht, do të koncentroj në 4 komuna. Në që ato 4 komuna, do të dalim në radar, se i pas ka marrë do vota. Tëni në November, apet do të vazhdoj, edhe atje koncentroj do komuna tjetra. Okej, tash ti duke u futur si writing. Ti mund garosh edhe jashtë partisë? Jo, duhet vetëm në të degë partisë. Unë ka konkurroj si kandidat i partisë demokrate. Po pra, edhe nëse personi, për shembull, në zgjedhjet afatmesme, primaries, kundërshtari yt fiton se ka emrin aty. Po. Ti prap mund të futesh edhe në... Yes, si write-in, yes. Si write-it. Yes, absolutisht. Unë e kom planin qofse dhe se fitojnë këtë rand, unë për 2028 do të jem i pari në rand. Do të vazhdoj bëj bazën. Ky distrikt, nga zgjedhjet e mëparshme, është përgjithsisht demokrat? Këtë me ardhë Krishti me hisi republikan, s'ka shansë me fitu, se është 90% demokrat. Okej, është zonë demokrate. Zonë demokrat. E kuptoj Wayne County, edhe është coptu si është ndërtu, ndoshta dhe... Se nda që ke marrë vesh se jënë ka buen disa problema në Texas, në Kalifornia, jënë ka i vizatojnë vijet, ndryshojnë vijet të zonave, adin jënë ka i mbledhin votat. Zonat votat si pas orientimit. Po, se din si votojnë gjinja. Okej. Ju keni ardhë në Shtetet e Bashkuara në moshën 9 vjeçare. Si ka ndikuar përvoja jote si emigrant që vjen nga Kosova për të kuptuar the challenges apo sfidat që hasin familjet e zonës së Detroitit, të neighborhoods? Ka herë më vjej nati sa lete kanë shqiptarët se po vinë tash në Amerikë, për para ku e në ardhë, nas ka pas shumë shqiptarë, në 79 një në ardhë. Edhe ata shqiptarë si Hong Kong këtu s'kanë pas pasurije se mundësimet një mobile. Ku erdhëm na, unë e konsideroj vendin tam si gjeneti. Jem lind bjeshk, si me thonë, jem lind unik. E kena Gjerovicën, jem rrit në bjeshkën Gjerovicë, gjithë verë shkojshim atje. E këmbo një jetë mërkollushim atje. Ku je marrë këto, për 9 vjeqarë si je marrë, unë je marrë si me më ka dokë shumë keqë. S'kisha shoqni. Agja jam s'kishte punë për babën me gjithë, s'kishte mundësin 79 me gjithë punë, si ishim mshel fabrikat, nafti o konë shumë shtrajt atër, o konë problem me Iranin atër edhe atër, o konë pa bo gazi shumë shtrajt, ekonomia o konë para në dygojnë këtu, ishte problem me gjithë punë. Të një baba gjithi një punë të Gjaferi Lezi, se ka pas një restoran Red Apple, atje në Wayne, ajo puna parë, like e enë atë.
Na jetojshim në dhomë ku ishte utility room e thirim këtu në Amerikë, ku ishtin makinat me lateshat, kishte bojlerin me nxe ujt edhe ajo me nxe arin. S'di që shtirët shqip, se si kena pas fërnisin të është forrumin, që shtirët shqip s'di. Ishte i dhomë me 2 shtratat, ishim unë e baba edhe 2 vllazërit edhe motra, ata ishin vëgjël, ma të vëgjël, unë isha ma i madhi 9 vjeçari. Unë mendova se është për nena 2, ajo dol për 2 vjet, dhe i dol më shtëpi tonë. Ishte pak vështirë fillimi jonë. Edhe në Westland kishim problem se s'kishte shkolla eme, adhe ne kishte edhe emnin e kishtë në Naser në atë farvakti. E kom ndru emnin, se ma kishtë ku im lindone, ma kanë gjitë emnin doktori, ishte konë doktori pe Egjiptit. E ka lyp nërën, a ka mundësi me janë gjitë emnin. Agja, nuk ishte baba të Agja tha po, marë në gjitë emnin, ma kanë gjitë emnin Naser. Emni Naser s'ka lidhje me shqiptarë. Në fakt, Naser ishte në mik i shqiptarëve, se a ka ngrit famë në Egjipt se ka rëdzu shqiptarin për pushtetit. E ndrova emnin e bona gjanë, emët bukur, se me pa pas Naser pak mazër e kishin për rajrin. Si ishini këto challenges, ose po sfidat që hasën emigrantët e rinj që vinë? Po, që imigrantit të ri është pak ma kallaj, se për shembull vinë të qifti jamët e ti, e na i nimoj me gjithë punë, me gjithë banes, e fillojnë jetën pak ma kallaj. Na dhe s'kena pas ku me lyp nimat shumë, se s'kan pas gjine shka me t'nimu. E une një jetë shumë 3 ja kom nis me punu, se prënd të blenë restorane, u duh kemi nimu me letrat, e me krejtë se s'dishin me lidzu. Se baba jam 6 vjetë shkollë, nona jam 3 vjetë shkollë, u konë kriza ashtu, se as më shkollu s'kan mujtë. Tashi po të shohim këtë brezinëri, ju thoni që kanë më letë, përsa i përket brezit shqiptar. Po si e shihni gjendjen e rinis, asaj gjeneratës zi, si që thonë këtu, në këto zona, po, sepse në këto zona përfshihet zona e Detroitit. Gjenerat të ri jem shumë i knaqën me ta, shumë taftë, shumë të meqëm, si individ janë ka përparojnë shumë shpejt, janë ka hinë pozita shumë të larta. Tashti une jem një monges, po shë se janë aqë bashkuar për troje shqiptare, se në pëse nuk i kena halët si që kena pas për para. Ku konë Kosova ka kalët, jena qunë komë tonë, jena bashku, kena pas pëse me dalë me motivimin e kena pas për me shliru Kosovën, ku i moran ata shqiptarë Detroitit, Dvukajt, docin ata, dolëm për me një mua aty, në adin duhet me pas tashti u qumë për Flamingos e për atë Sazan Island, ja kom në menin ishin dhe quna e vajza 3 ka angazhohen. Ju në sajtin tuaj e quani vetën jo politikan, por punëtor. Qa do me thanë kjo? Që punëtori bën punë, krym punë. Unë jem si bleta. Bletat e funksionojnë krejt ekosistem se e kena, se pa bleta zërë se kena ushqim me hongër. Shumë politikan folin, po unë kry punë. Nashta se me thonë, ti shkon të dikush me një halë, të ndigjojnë për zbojnë gjohë ma thellë. Unë, ku i narë gjinet e unë me halë, javë kom bo qmas, bote në të loj, musha me të një mu, po mos musha të kalzoj, po unë, për shemull, erë një shoqat me hongër lunch në restoranin teme se e kanë pantry, kisha St. Mary's Church across the street. Balën me lokalin tëmë, ata kanë një vend ku shkojnë gjinje se s'kanë buk, për me marë buk, fale ze kanë. Pa dalë problemi ku Trumpi ka ndërpren food stampat, e hini panik në publikun. E shku në gjinja, e javëshin krejt hargjën se kishin, se adin normal, dëshin me siguru dhe buk për familin tyre. I njeva të folë, thasha, keni nevoj, thash, po, s'kena gjoheq, thash, unë dhe t'jeni maj të publikoj me mishtërinë e mi, t'i bin këto, edhe se t'i bin të ti, edhe i lajmërova edhe televizorin, i grumëllum gati 3.000 punda ushqim, plus atyne
ju rritën donacionin, 3 fish, 4 fish u moshën me material edhe s'kishin ka me majt me të kallëzë drejt, atë shumë publiki u që unë kom. Ajo diferenca, do gjinë folin, do gjinë krymë punë. E unë e maj se krymë punë. Ju jeni një pronar biznesesh në Detroit e në Wayne. Cilat janë pengesat që kanë bizneset e vogla? Sidomos shqiptarët përgjithsisht kanë bizneset vogla, restorante apo punë të tjera të vogla me painting ose diçka tjetër. Qa pengesash? Pengesa ma madhe është për punëtor, se dojnë me punu. Gjinja s'po dojnë me punu. O ko një farë kohë ku mërshë punëtorin shqiptar, i falimendroj shë Zotin, se me punëtor shqiptar zërë si avgjon shoqin tyre. Po ja ka njës shqiptarët para 20 vjetëve mu largu për restorana, me hin trucking, me hin construction, në disa punë tjera. Ajo pengesa ma madhe. Pengesa ma dytë të tatimit, rregullimet, jenë shumë fort. Sidomos shqiptarët na jena shumica në restorana. I kanë dyfishu rrogat waitresses tash. Jënë kont ka $3, tash jenë bo gati 6. Tash edhe disa ko bohen 12. E tash ti ku të botër ari 12 të waitresses, e ki pak problem me majt vendin qelë, e duhet me gjithë një farsqarje, im ka mendojt për të ardhme, ku të bot punëtori, ku të bot 4 fish që sa e ka pagun para 2 vjetëve, do t'jetë një problem për ta. Taksat, tatimit, krejt. Po mirë, tash ju garoni për në kongres. Po. Nuk është puna vetëm për shqiptarët. Po, është puna për të gjithë bizneset e vogla. Cilët janë idet tuaja? Qa ligji duhet të ndryshohet, ligj lokal apo ligj federal, që të ndihmojnë të ecin këto biznese, të mos falimentojnë, sepse vendosja një page stabil për një punonjës thjesht Starbucks-i $15, siç ka pas tendenca ka disa shtete, do të bëj që ato kamarierët nuk do interesohen për punë, ose duke mos marrë tipi është një ana tjetër që i shtyn këta punonjësit të servers të angazhojnë. Si mendoni, çfarë duhet bërë? Me e bo, për small businesset duhet në federale mas pari, na me nalë hargjimet e publikut në lufta të i suportu shtetit tjera me na celë që shkanë qef. Na duhet me koncentru publikën tonë, se small businessi, qëta biznisat e vogla, janë the backbone, si me thonë, nuk di shtulla kurrizore. Po, për komunën edhe komunitetin. Tashti, small businesses janë shumë efektu për firmat mëdha si që Amazon. Amazoni ka shkatru shumë biznisat vogla, Walmarti edhe ajo ashtu. Small businessat janë familje. Adin po thojmë small businessat, për shumica small businessat janë nona, baba, fëmijë. E na duhet që mos me unimu atyne, mas pari dush me ngu atyne, se unë e kom zonin shumë ndryshëm. E kom një ndër matë vorfnit në Amerikë. Për shembull ki vendën Detroit, se një shtëpi është akupu me 3-4 atë kallën. Të një shkën 10 minuta në Grosse Point, do këtë se jenë Hollywood. Se cila zonë ka nevojën e tyne. Po small businessmenat me unimu atyne është duhet me funksionu me Small Business Administration loans, me bo ma let për me marë loans, në qofë si i nevojitet kapital me majtë biznisin të funksionu. Me unimu me regullime, mas pari me hek, sa ma shumë regullime me abo jetin e tyre ma lirë me funksionu, se ka herë regullimet e blokojnë zhvillimin e investimeve. E po mirë, Partia Demokrate ka vendosur shumë rregulla. Republikanët thonë që janë më të shlirshëm në rregulla. Po, historikisht, sidomos kohën e shkurt, është ashtu vërtet, se me të kallëzu drejt. Republikanët po apet si apet, duhet me pas të lifar loj zonë, se Partia Demokrate është të madhe, ki të lifar loj demokrat. Unë jem demokrat se kom pas experience me grumullu pare, kom pas experience me qelë biznise, kom pas experience me shkru qekat, me majtë punëtort. Ku ta qelsh një biznesu, nësë jem aty vetëm për veti, për familjen teme, po kom shumë punëtorë se duhet edhe me menu edhe për ata,
për me pas të ardhme për familjen e tyre, ose nuk rrinë, ku ta gjosh një punëtor të mirë, dush me pagu mirë e me majtë të knaqën, po apet si apet është një balancë që dush me gjetë. Edhe demokrat duhet mu kujdes pak ma shumë për small business, se ka demokrat, ka adin platforma për minimu biznisëm, po unë jem aj se besoj si jem mes, nuk jem shumë të djathtë, nuk jem shumë të... Unë jem demokrat i vjetër, si me tonë, se i kom pak do të qkimet bardha në kokë. Okej, ju keni përmend nevojën për investime në shkollat teknike, technical schools, edhe për profesione, për zanate. Si mund të realizohet kjo në praktikë edhe këtu në Michigan? Ku jem konën në mbikëqyrë si shkolla në Wayne Westland, na kena pas një program më të madhin për, VOTEC, Vocational Technical School. Qa do më thonë ajo? Për shembull video editing, si që ka bëni këto, kena pas program për studentët me mësu si me punu me video editing, me kamera, me bon gjerime, me bon telefarsene, plumbing, electrical, me maru shtëpia, construction. Ato jenë zanate se janë ka harrohen edhe s'po ka punëtor mjaft për qa është nevoja. Për shembull për elektricist, mundesh me fitu një rrogë shumë të mirë, për nuk janë atë shumë studente, ose dhe s'kanë shumë shanse për me hi në ato education. Unë e kisha propozu me marë high schoolat, për shembull siç o konë Janglen High School, e ka pas atë program të madhë, po me instalu edhe në community college, me jep gjendë dhe shansë e edukim për me himu bo plumber. Krejt këto puna se për t'i përmeni, mundet dikush me fitu një rrogë të mirë, me majtë familjen, me investu pak për Edhe një person, për shembull që jo gjithë kanë të njëjtin nivel intelektual e mendor. Patjetër, nuk janë tonë për shkolla. Po edhe isha shumë vetë shkojnë shkollë, vinë me ardhë me marë punë, me bo bartender ose me zi. Tash po ti pas ke diplomë, se s'po shkon, tas po mu i gjoj punë. Se ki diplomë, s'do me thonë se din. I thëm me marë diplomë, do me thonë ti i e shku në shkollë, i ki bo minimumim, i e dalë. Da i e dalë edhe në pozita në dityra, për nuk ka punë për tonë, për shembull me diplomë. Ka nevojë për plumbers, electricians, dikush me maru shtëpia, dikush me ly, mundesh me fitu, edhe në jetë me majtë vetën me familje në punë me zanate, ka nevojë për ta. Ju keni folë për rikthimin e industrive, për manufacture, with technology, me inteligencë artificiale, artificial intelligence. Si mund të konkurrojë Detroit, një qytet industrial, në kohët e sotme? Unë jem merna me teknologji qyrse në 2000. Kom pas disa firma se i kom fillu, kom pa kriju një sistem për me votu në zgjedhjet e Amerikës, dhe kom kriju një sistem se luke videoklipa. Unë e kom pa mungesën këtë në Detroit mas pari për talent, nuk e ki talentin, po nuk e ki industrin, këtu konkret për ato mjete, automotive industry dhe s'ka pas tjetër gjo. E duhet na me diversifiku pa, krejt këto firma, interneti dull, na s'morën pjesë në ta. Krejt firmat se u merën me internet në Kaliforni, ose New York. Tash jo ka del artificial intelligence, nuk e kena kur një firmë këtë në Detroit se u ka merët në atë punë. Edhe pak do të del quantum computing, ajo do të ndryshon krejt botën si që din të sot. Tani i ki edhe blockchain technology, nuk i kena kur një firmë këtu. Na duhet me bo një farë programi, se na jena një zonë si të shtash, një më të vorfnit në Amerikë, një 3-4 Congressional District, më të vorfnit në Amerikë, si populatë, si përgjësi. I kena da zona shumë pasuri? Se ka mjavë zona të ish ghettos? Po shumë, ghettos, nuk bje ghettos, po të vorfën, da din gjinja ju në largu për aty në vene. Na duhet me bo një program për me afru këto firma, artificial intelligence and blockchain technology companies, me bo parka me Detroit, me një si shtetë financisht, hajdi këto, zbritim taksat, ju një me shkolla, bashkëpunojmë me community colleges, mas teme se juve me trenirat punëtort, për me mujt me bo punën se kite nevoj me bo. Edhe me bashkëpunu me universitetet, edhe me abo aty në pak ma letë për me ardhë, edhe kanë obligim. Në qofë si ka dojnë me bo data center në Michigan. Michigan ka ma shumë data center se më do këtë krejtë Amerika tjertë se kena ujtë.
Ata përdorin ujtë për me iftof Ato. makinerin se me iftof lokalin se ato krejnë shumë. Po do energji. Do me qelë dere senër këtu, hajde këtu investoj për me na edukup edhe punësu rinin, se mos i krijoj vendin e punës këtu, ata kanë me shku ku puna. Do t'jesim Shqipëria, si që ka dalin krejt rinia për me gjithë shansa tjera për vetën më të mirë, po nuk ju ka i gjojnë Shqipëri, shka bojnë, dalin jashtë Shqipërisë. Edhe mos i gjithë që këtu në Michigan, kanë mu largu edhe piktuit. Ju keni shërby e njihni këtë në bordin shkollor në Wayne Westland. What are the biggest challenges? Cilat janë sfidat më të mëdha të arsimit publik sot? Problemi më i madh për shkollat publik është varfënia. Çuditësh se sa probleme kanë gjinja. Din se shkojnë për shembull një familje se këtu përdahen në 50% single parents. Tash ti je një nonë se një babë ka rrit fëmin. Shkon punë, kush ka t'i këshyrë fëmin? Ku është mungesa 2 prindërve në shtëpi, është pak mazar për studentëve. Edhe vinë studentët aty në shkolla, se shkollat janë Wayne Westland, krejt të marrim federal program për me hongër breakfastin falas, ku ki përmi gjysën e studentëve si janë nërë një farë levale se e qëtë shteti për grumullim krejt familjes sa të kanë të ardhme. Problemi më i madhi është varfënia. Problemi dytë se si kanë 2 prindë shpresë, se fëmija dënë babgjyshin, adin familja mas pari duhet me eduku fëmin. Nuk është në shro fëmin të shkollat ma edukon dikush, po dush me eduku fëmin vetë mas pari mangesa prindëve se koha tyne, ku nuk i kena 2 prind, duhet me punua se të punojnë 2 prind, kush ka këshyrë fëmin, kush ka të rritë fëmin, o ka të rritë rruga, o ka të rritë televizori, o ka të rritë interneti. O shumë rëndësishëm prind, e gjyshet, vllaznit, të motrat me mu interesu pak për rinin me ju një mu, ajo e para. Tëni, bugjeti është shumë e vogël për student, është ka $9,000 për student dhe në 10,000. Na, si komun, si shtet, pagujmë $35,000 në vit me shti dikon burg. Aq na kushton si shtet. 35,000 me majt dikon burg. Aty në ju epim mjekësin, ju epim 3 hajën ditë. Vendin e kanë, po na studentat, 1/3, a 1/4 i financojmë. Ajo problemi më i madhi. Edhe mësuesit është shumë rëndësishëm me avrit rrogën pak. Mësusja ose mësusi shkon shkollë 4 vjetë, e merr diplomën. Del me një 150,000 borgjë, se shkollat jenë shtrajtu. Tash ti e kanë borgjë 100-150,000, vinë hinë shkollë, e marrin rrogën $40,000 në vit. Duhet me pagu borgjet të shkollës, duhet me pagu qiran, duhet me pagu makinën në fund të javës, s'dia ju jetë gjo. Vitet e para mësuesve shumë vështirë. Mas se punojnë një 10 vjetë, atëherë janë nisin me botë 80,000-90,000 vetë dhe ajo problemi madhë, edhe me mujtë me pagu ma shumë mësuesit. E dyta, në klasë i ki 35,000. Është zërë me mësu 35,000, duhet me zvoglu klasat. Pra të rritë numrin e mësuesve dhe të klasave. Po, me marë ma shumë mësuese edhe me zvoglu numrin e mësuesve. Na si society, si popull, mos i investojmë në rinin, na kena me pagu ma vonë, me shtinë burg. Se ku nuk ka dikush shans me mësu, me majt vetën, dalin krima kështu, e na si publik, paguj me majtë burg 35,000, po nuk paguj me eduku, aty duhet një farë ndryshim. Jo, po si do ndryshot, se kjo është një ndryshim social, po si ndryshot kjo, me ligj, sepse ju po doni të shkoni në kongres që të ndryshoni ligjet. Qa ligjesh më ndoni që mund ndryshohen për këtë gjë që thatë? Shumë event. Duhet me bo budgetin, me ep ma shumë nima, sidomos na kena nevoj, si që tash jena një komun ma të voshnit në Amerikë, na si shtet, na pohim si shtet, po i suportojmë shtetet tjera me biliona, të mi shtin $1 bilion e ndryshon overnight, si thonë. Nesrit ishe ndryshimet. Po mirë, pse është kjo zona më e varfër?
pse kjo zona është ma varfën se o konë automobile industry. Ato, një farvakti delshe për shkolle, shkojshin hishin fabrikë në Chrysler ose në Ford. Shumica hishin ashtu. Ajo është largu. Ardhë kinezi, ardhë japani, ardhë gjermani, ardhë francezi, edhe jënë largu manufacturing jobs. Nuk ka mati, tashti edhe robotat jenë hi, ku 10 punëtorë bëshin një punë, për shembull tashti një njeri me 10 maqina bën njëjtën punë. Automation është një problem se jënë largu punët edhe na jena met në qatë zonë. Shtet i kena pas do krytar të keq, ku i ki liderat këshi, lojmë u shkatru. Detroiti ka pas problem Mayor Coleman Young, u kap ke me suburbs, nuk ka bashkëpunu me ta, po u kap me ta. U largun krejt kompanijat për Detroitit, e lan Detroitin. Tani janë nisën më rikëthy. Unë jem Detroit qysh se 2002, kom pas një startup company. Jem kon partner, i kom pashti krejt parët e mija në ta, edhe kom pas një partner bilioner Detroitit, edhe kom pa unë Detroitin. Tojnë tonë Dan Gilbert. Jo, nuk o konë Dan Gilbert. Ato jo konë problemi ma madhe në Detroit, o konë se ku u bon casinos, nuk dishin ku kanë më qelë, e nuk shit ke kur kushtok. Ndoj që ti me qelë me ble një building me bo banesa, s'ta shit ke kush. Ndoj që me qelë një restoran, nuk ta shit ke kush, se nuk dishin ku kanë mënu casinos. Të një erdhen ku mënu stadiomet. Dej u rahatu në krejt ato punë, nuk pa të zhvillime Detroiti. Ku i zjedhen casinos, ku i zjedhen stadiomet, atëherja nisi zhvillimi Detroitit. Ja, atë në Detroit brënda ka, si që përmendet ty, edhe shtëpi të vjetrat pa banuara. Mejeri Detroitit ka pas disa plane, janë bërë disa punime për shembjen e tyre, për krimin e zonave të banimit. Si mund të ndihmoj ju me idetë tuaja në kongres për këtë gjë, për zhvillimin rajonal? Unë, ku pata kanë kërru në fillim 2012, pata pas një plan bukur bëndaj, se Detroiti ishte krejt shprazën, s'kishte 600.000 vetë në të, tashtë i në rritë numërat për 800.000 më do këtë të bo. Tashtë që të shpia si jenë abandoned, si jenë pa gjënë të, tashtë që ta gjënë si jenë pa letra. E pjaf shansën më ardhë me bleni shpinë Detroit, ta bojnë jetën aty, ta renovojnë shpinë, edhe e epin shansën me marrë letrat. Hajdeni zbrit në qitë vend se është me të shpraz, ep një jetë, e na ju epim ju letrat, me një mu juve me boj jetën e juve. Ashtu një dije jeme. Jo, nuk është ide, unë po më duket interesante, i zgjidhë dy problemi njëkohësisht. Po, ju e quani vetën si një kandidat demokrat, po jo establishmentit. S'kam respekt për demokratit establishment. E pava në zjedhet Suzana Shkrelit, shkum atje, shkum krejt ditën, e mora nonën me veti, se na i supportojmë tonët. Hera parë se i shku nona jeme në Democratic Convention, shkum atje ishte zjedhja në ora 3. Zjedhja nuk ja filloj dhe në orën 5:30. Tëni nuk ishe drejt me votu në që se sishe në të salë. Një kushri jam edhe i patartë pe i Lencin të mdut me shku, thashtë se bo në 6, ka bo në 6, të kom një takim 6, du të mu largu, së muna me prit ma. Ajo largu, shkoj të aj takimi, kishtë në darkë një 12-13 majla largë Detroitit, kom lajmë mraj, tha, hejo, kam vjen drejta me votu, tha, si është kjo? Tha, qësh më ka të vjen drejta, nuk o normal, nuk duhet me funksionu ashtu. E pava problemin, e kishim bot, kush dojke me votu, a është aty, ajo kishte opcionin me votu. Mora adin disa njerës tjerë edhe thashqyre, edhe publikisht thash kjo, edhe dej 9:30 nuk e qitin rezultatat. Qësh dej 9:30 nuk dalin rezultatat, ajo o konë katastrofë për partin, edhe në rreth sociale, unë dola i kritikova si që majtën atë zjedhe. Kur kush tjetër krejt të ishin, bukur krejt, sa mirë, o konë, sa njeri. Nuk o normal, ti dush mësë më shef. Ti e aty parti, e ka bën votat, e o në vot pa regull, që ta zhvon dëllë dikush i qojnë gjëgjë. Tha jo, e kini bo pa regull, e zdi qa bo ma qeshti, po gjinja nuk kanë qef me fol të komandanti, si me thonë se të fuqia,
Unë e qatë mirë kom se si tremi kërkuj, i tremi 2 vetëve, zotit e vetë vetës, se s'ka njeri në botë se tremna për tyre. Atëhere, në mesazhin tuaj ju theksoni familjet punëtore janë të parat, vinë parat. Çfarë nismash keni, çfarë synoni që t'i paraqisni për të ndihmuar familjet punëtore? 1, 2, 3, çfarë programesh? Familje punëtore duhet mas pari me ju propun, mas pari. Ata se s'dojnë me hinë biznes, s'do me hinë gjithkush në biznes, nuk ka biznisi për gjithkënë, se biznisi, ti mendon se ki biznes, but biznisi ka ty. Ti mendon se, you think you own a restaurant, but the restaurant owns you. Është rëndësishme me mas pari me kriju investim për biznesmena minimu qiftit tama tonit a diku tjetër se do me qelë biznes dush minimu me avhek red tape për me mujt ata me hap biznesin me funksionu se ku t'hapen ata marrin punëtorët lokalit. Është na si shtetë kena obligim për me pas daycare centers ku gjinja se kanë thmi dojnë me punu, po s'kanë kanë me avkëshyrë thmi, duhet me unimu për me mujt me avkëshyrë thmi. Ajo problem shumë i madhë për do gjënë se jesin vorfën krejt jetën, se nuk i kanë shansën për mu qunë kom. Riedukimin, me dush me eduku gjinën, pak me punu me kompania, për shembull ki nevoj për punëtor, po nësë jem ka muj me gjithë punëtorin se din me zi, duhet me kryu sistem me Schoolcraft College, me këto small universities, me mësu punëtorët, edhe me zi edhe me arë me punu gjysë ditët të onë, gjysë ditët me shku në shkollë, me rieduku, ose me plumbing or electrical, me avep shansat, me mësu ata për me mujt me fitu një farë jetë për vetë vetën. Ju, përveç angazhimit tuaj në biznes, keni mbledh edhe ndihma for food banks, banka ushqimore, helping families in need, për familjet, ndihmoni familjet nevoj. Si do ta çoni këtë përvojë në kongres? Po, kjo do me thonë shumë për mu, se na, jo vetëm se gjdo herë sa arë dikush ka lipnim të na lokali jam, për shembull, kena bo me mija fundraiser, se jena të gati 50 vjetë. Na jena si bo si center asaj komunitetit, tona njohin, tona respektojnë. Për Toys for Tots, për Krishtlindje, na jena pika ma madhja në Michigan se grumullon lojna për thmi. Me kamiona, gjdo vete bojmë ata. Na, personalisht, për shembull, sendin se kom bo më të miri, është kom nimu disa thmive se jon konë se me thonë me smuje vdekje, për shembull konë një vajzë se ka pas cancer, 9 vjeçare. Erdha ajo gruaja City Council, tha s'di pse më ka vitet ty, se për të vajza tha më shku të ty, tha se merresh me muzikë. Tha shaki nevoj, tha kjo vajza është 9 vjeçare, o ka dek pe kancerit, po ka qef me pa Jonas Brothers, do këngëtar për para se vdek. Ishte shumë terminally ill, do më thonë s'kishte shumë kohë. Thash dhe po më vje keq, shra e ka lyp ti, e ka lyp për një miracle, thash aty një ju ka shit programi e show, adin ju ka shit për 3 minuta. Thash vetëm me njëni njeri, thash nashta muna me të një mu. Ajo person ishte Kara Diaguardi, Qika Joe Diaguardi. E kom pas shoke, e kom pataku për para se o konë kurkushi. Edhe e mundu me një mu. Mas 5 vjetëve, ajo bo këngëtarja ma fortja në Amerikë. E majnë manë se kishte shkru do këngë për Jonas Brothers. Edhe ja qova një email, thash, hey Kara, kom një qësh me thonë, një kërkes për ty, një nimë se më nevojitit. Tha, sa ti kjeta? Thash, 4. Unë s'dita me thonë bile 10, me i marrë dhe thmit e mi, se dhe i kishin qef në Jonas Brothers, ishim shku bashkë, po unë i lipa 4 për ata, motrën e saj, e nonën e babën. Edhe tha, consider it done, tash te ki bo një miracle, tha, jo, tha, kjo ka konë pej Zotit, tha, se ku ma ki shuti qatë email, tha, im konë ka shkruj një kongë me Guy Laveau, një kongëtar pej grupës Rascal Flatts. Tha, ajo është shumë i njohur me Make-A-Wish Foundation, edhe krejt e kuptan këtë shaka lipin këta, edhe manageri Jonas Brothers është manageri këti. Tha, një telefon në boni o kry puna. Karen, për shembull,
e njoftova para disa vjetëve, jo se pata nevojë për të, po ajo kishte nevojë për unë, mundova se kishte një video jukebox. Thash do t'i qes kongë tua në të, nimoj me t'i promovue, ku të bëjsh kongë, se kish qitë halana e kongë. E që është del puna, ajo më nimoj mu mi jep dikuj last wish, si me thonë mi jep plecu dëshirë në mram. Ajo është diçka se shumë rëndësishëm për mu. Pra fëmija shkoj dhe pa koncerti. Ja, u konë diçka shumë, ta këna shpirtin kuj një mëdi, kuj tjetër. Unë e kom rrethin në madhë, kom jetë shumë experience. Carl Levin më ka një mu, për shemë, u konë së vdeka i shkretit, po u konë një congressman, senator maj forti në Amerikë. U konë një 10 maj forti në Amerikë, u konë chairman of the Senate Armed Service, e ka kontrolu budgetin e ushtrisë. Pozit matë madhe s'ka. Pa ajo vjen me vite, ajo konë demokrat shumë i fort, dhe më ka desh, që na konë si babë djale kena pas relationship. Ajo ku isha në Kosovë të përkthy për ta. Ishte aj me një 10 senatora tjerë, ishin ardhë, unë isha përkthy si generalit Amerikë, se ishim të një i prumë, ku erdhen senatorat, i qumë me helikopter, i qumë të një zonë ku kishin kallë kreqëprijet, të 4 vllaznet. Isha të përkthy për 2 vajzat vogla, ato kishin qef me folme. Ata kishin qef me folme. Janë isa me përkthy, e ku ma kallëzun ata një histori, shtini me qajt. E s'mu isha me përkthy, do mu largu, mu këfjell. Po, erdhë Carl Levin aty, më kapi në rëk, e tha, po sha se you care about, ti dënë qëta popull, kështu tha, mos kini derë se Amerika është këto, edhe nuk do të largohme, bashkan gjithëm në shoqni që aty. Tana herët jena met edhe në shoqni qysh sa atë dit. Ishte kushrini jam, djali ti më thiri, vlla në thiri, tha, hej, jem në Shqipni, ishte Kosovë saj. Tha, jem në Shqipni, tha, ka djali në trun një apërim se ka të merë, duhet mja herë. Jënë kam thojnë mjekë Shqipni, mush me qitë jashtë, se s'ka pështim këto, nuk i kena mjetët. E kena dijen, e dim si me bo, po nuk kena mjetët për me majtë qërë se shkojnë punë keq. Edhe kjo është shumë sensitive apërim. A ishte atje, motra jeme, po në në Providence Hospital. Doktorin Providence, ta atë ja pagujmë. Ja gjeti organizatën se pagoj për apërimin e 350.000 atë farvakt, ishte para 20 disa vjetë në 2006 në 2007 në kom haru cilën vjetë o konë. E gjeti doktorin mja bo falës, problemi ishte qësh me ja e vizën atyne, edhe gruja ti ishte 7 zonë. Ti ku je 7 zonë, s'te epin vizën. Po atje ishte, nuk te epin ty vizën qofë se jeti i Kosovës, pe ambasadës Shqipni, dush më shku të ku ki ambasadën tonë, s'kishtë në Kosovë, ishte në Serbi, ishte shumë komplikur, e thira Carl Levin, a besan se 48 orë u kry krejt puna, siguroj doktorin motra, sigurum vizën me nime në Carl Levin, zërë këto djali gjallësa, a ditë që se Carl Levin intervenoj e inimoj, me i pru këtu edhe e pështu në djali. Edhe ku bon apërimin, ishim St. Mary's. Erdhen ato motrat nuns, edhe thëna, se shkoj shumë keq apërimi, i kishin rapë më shnit, i kishin bë flat, se ku je në apërim atë shumë kohë gjatë, 16 orës, di sa ka zgatë, ju kanë rapë më shnit, ju kanë bë si petla. E u konë problem se s'mujke me marë oksigen mja. Tha jënë 2 maqina se një është në Grand Rapids, aty duhet më shku me helikopter, e një është në Children's Hospital në Detroit. E që në Children është ti një maqinë se ja drëdhë këtë trupin për me hi oksigeni. Ishte një farë shtrati, lidhën me maqinë, mos më pakon këtu, nuk ishte gjallë, se që vetëm 2 maqina në atë farvakti kishë Michigeni se e pështu në djalin me shti oksigen. Ja, këtë të regon karakterin tuj, faktin që jeni bamirës për njerëzit nevoj, edhe ne urojmë që të keni mundësi të fitoni të sillni këto përvoja njerëzore. Përvoja njerëzore, edhe në kongres, edhe ashtu si që cilësoni vetën si një kandidat jo establishmentit, por një kandidat që sjell
përvojën e tij në biznes, në angazhimet e veta sociale, siç keni ba edhe me bordin shkollor në Wayne Westland, për të arritur fitoren. Ne ju urojmë sukses në këto zgjedhje. Nga ana tjetër, i drejtohemi të gjithë audiencës shqiptare, kush është shqiptar në St. Clair Shores ose në zonën e Taylorit, di që ka shqiptar ose në zonat e tjera, në Hamtramck, të bashkoheni, të ndihmoni Gjonin, ashtu si që ai ndihmon njerëzit e komunitetit aty ku gjendet edhe restoranti i tij, siç e dëgjuat në fjalën e Gjonit, për të patur mundësi për të ecur përpara në garën për të siguruar vendin në Kongres. Ai është i vendosur, edhe pse natyrisht vështirësitë nuk janë të pakta, sidomos vështirësi edhe ekonomike, por ai po garon edhe me ca vështirësi super, pra duke qenë writing kandidat, një kandidat që emri i tij nuk është në listën zgjedhore, por ajo duhet shkruhet në ballot, në fletën e zgjedhjeve. Nëse doni t'i sqaroni njerëzit si bëhet ky proces, mund ta përmendesh ajo është thjesht për fillim është nevoja nëse është ndaj kush interesuar me mnimu vullnetar me mnimu me trogit dera ose me mnimu me videoklipa. Gjëra ashtu mund të më shkruaj në JOHN Jan, siç e shkruaj në anglisht jangochi.com. Mundën me mushat i formen me dal vullnetar, ose mos mush mal ardh vullnetar, nashta se ki mundësin me ardh me punu si vullnetar, jena edhe ka marrim gjithë punë, edhe i paguim me dal me në animu, një farë rrogë minimale, din si që sa me javë kompensu ditën, edhe kena nevojë edhe për nima, për me grumullu partë, për me pagu këta vullnetar. Kjo nuk është si me thonë, një sprint, po kjo është marathon. Për mua nuk do të dërzona ose det fitoj ose deki, s'ka dy rrugat. Ne urojmë fitojmë se sa më shumë shqiptar të kemi në Kongres, aq më mirë shqiptarët do prezantohet në politikën amerikane dhe nuk do kemi nevojë të bëjmë lobim tek miqtë tanë në Kongres, po do lobojmë nëpërmjet përfaqësuesve tanë. Dhe uroj pavarësisht partive politike të votojmë si shqiptar për shqiptarët dhe kështu edhe problemet tona në Ballkan do kenë edhe ndihmën më të madhe nga shqiptaro-amerikanët edhe nga qeveria amerikane. Gjon, ju uroj suksese, edhe të shohim tash 4 gushti nuk është larg. Nuk është larg. Do ta bëj një pushim mas 4 gushti, do të shkoj në Shqipëri, në Kosovë pak. Po shohim edhe bëhem hazër for November. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu po ndahemi nga emisioni jonë Argument. Kishim sot të ftuar kandidatin e Partisë Demokrate për zonën elektorale 13 Gjon Goçi, i cili po kandidon si kandidat writing, pra me emër jo në fletën e votimit, për Partinë Demokrate, në zonën që ai përfaqëson, në zonën ku ka dhe bizneset e veta, ku ka ngritur dhe jetën e familjes së vet dhe veprimtarinë e tij të gjithanshme, si atë bamirëse, ashtu dhe politike. Edhe një herë Gjon, ju urojmë suksese. Faleminderit shumë për juve.